Ka diçka që duhet ta dish, dhe nuk është rastësi që po e dëgjon këtë tani. Ndoshta sot ke ndjerë diçka ndryshe, një ndjesi e lehtë, një mendim që nuk largohet, një moment i çuditshëm që nuk e shpjegon dot. Ti mund ta kesh injoruar, por nuk ishte rastësi. Zoti fjet, por jo gjithmonë me zë. Ai përdor gjëra të vogla, momente të zakonshme, rastësi që nuk janë rastësi. Dhe sot mund të jetë dita që ti të kuptosh një shenjë që ke parë prej kohësh. Mos u largo, sepse një nga këto shenja është për ty. Shenja e parë është ajo që shumica e njerëzve e shpërfillin pa e kuptuar, përsëritja e çuditshme e gjërave. Ke vënë re ndonjëherë se si disa situata duket sikur rikthehen në jetën tënde pa pushim? Një numër që e sheh kudo, një fjalë që e dëgjon vazhdimisht nga njerëz të ndryshëm, apo ndoshta një ngjarje që përsëritet në forma të ndryshme, por me të njëjtin mesazh. Në fillim duket si rastësi, diçka pa rëndësi, por me kalimin e kohës, ajo bëhet e pamundur për t'u injoruar. Dhe pikërisht këtu qëndron sekreti. Zoti nuk përsërit pa arsye. Kur një shenjë kthehet përsëri dhe përsëri, është sepse ende nuk është kuptuar. Sa më shumë që e injoron, aq më shumë ajo bëhet më e fortë, më e qartë, më e afërt. Por shumica e njerëzve nuk ndalen për të reflektuar. Ata vazhdojnë përpara, derisa një ditë kuptojnë se e kanë humbur një mesazh të rëndësishëm. Pyetja është: a je duke parë diçka që po përsëritet në jetën tënde tani? Shenja e dytë është më e heshtur, por shumë më e fuqishme. Është ajo ndjesi që nuk mund ta shpjegosh. Ndoshta ke qenë në një vend ku gjithçka dukej normale, por brenda teje diçka të thoshte të largoheshe. Ose ndoshta ke qenë në një situatë të thjeshtë dhe papritur ke ndjer një paqe të thellë që nuk e kishe ndjer prej kohësh. Këto nuk janë emocione të zakonshme, nuk janë të rastësishme. Ato janë sinjale. Zoti shpesh nuk përdor fjalë, ai përdor ndjenja. Ai vendos brenda teje një ndjesi për të drejtuar në rrugën e duhur, ose për të paralajmëruar për diçka që nuk shkon. Problemi është se ne jetojmë në një botë që na mëson të injorojmë ndjenjat tona, ti shtypim ato, ti quajmë frikë ose imagjinat. Por çfarë ndodh kur ajo ndjesi ishte e vërtetë, dhe çfarë ndodh nëse ajo që ndjeve sot ishte një paralajmërim që nuk duhet ta shpërfillësh? Shenja e tretë është më e rrezikshme se sa duket. Njerëzit që hyjnë pa pritur në jetën tënde. Ke takuar ndonjëherë dikë rastësisht, por fjalët e tij të kanë ndjekur për ditë të tëra? Ose një person që u shfaq në momentin më të vështirë dhe ndryshoi mënyrën si mendon? Kjo nuk është rastësi. Zoti shpesh nuk zbret nga qielli për të folur drejt për drejt. Ai përdor njerëz të zakonshëm në momente të zakonshme për të dhënë mesazhe që mund të ndryshojnë gjithçka. Por këtu është rreziku. Jo çdo person që hyn në jetën tënde vjen për të ndihmuar, disa vijnë për të testuar, për të parë nëse je i fortë, nëse ke mësuar, nëse je gati. Dhe nëse nuk i dallon, mund të humbasësh një mesazh të rëndësishëm ose të ndjekësh rrugën e gabuar. Prandaj, ndalo dhe mendo. A ka dikush që u shfaq kohët e fundit në jetën tënde dhe ndoshta nuk ishte as pak rastësi? Shenja e katërt është ajo që shumica e njerëzve e quajnë fati keq, por në të vërtetë është mbrojtje, një derë që mbyllet papritur, një mundësi që nuk realizohet, një plan që dështon edhe pse ke bërë gjithçka si duhet. Dhe në atë moment ndihesh i zhgënjur, i humbur, ndoshta edhe i padrejt. Por ajo që nuk sheh është kjo. Jo çdo gjë që dëshiron është e mirë për ty. Ndonjëherë, ajo që ti e quan humbje është shpëtimi yt. Zoti sheh atë që ti nuk e sheh. Ai di se çfarë ka përpara. Dhe kur ai mbyll një derë, nuk është për të ndëshkuar, por për të mbrojtur nga diçka që mund të shkatëronte. Por shumica e njerëzve bëjnë një gabim të madh. Ata përpiqen ta hapin me forcë atë derë. Dhe pikërisht aty fillojnë problemet. Shenja e pestë është e qetë, por shumë e fuqishme. Është paqja që vjen pas një stuhie. Pas një periudhe të vështirë, kur gjithçka dukej e paqartë, papritur ndjen diçka ndryshe. Nuk ka ndryshuar asgjë jashtë, por brenda teje gjithçka është më e qetë. Kjo nuk është rastësi. Kjo është një përgjigje. Zoti ndonjëherë nuk të jep menjëherë atë që kërkon. Ai të kalon përmes provave,
për të forcuar, për të përgatitur, për të mësuar diçka që nuk mund ta kuptojë ndryshe. Dhe pastaj, kur momenti është i duhur, ai të jep paqe. Një paqe që nuk ka shpjegim logjik. Por ja ku është problemi. Shumë njerëz e ndjejnë këtë paqe dhe përsëri dyshojnë. Ata kërkojnë më shumë shenja, më shumë prova dhe harrojnë se përgjigja tashmë ka ardhur. A je duke e ndjer këtë paqe, por nuk po e beson? Shenja e 6 është një mendim që nuk të lë të qetë. Një ide që rikthehet vazhdimisht. Një kujtim që nuk largohet. Një ndjenjë që troket në mendjen tënde në momentet më të papritura. Ti përpiqesh ta shpërqendrosh veten, e shtyn larg, mendon se është thjesht lodhje apo stres. Por ai mendim kthehet përsëri. Dhe përsëri. Dhe përsëri. Kjo nuk është rastësi. Është një mesazh që nuk është dëgjuar ende. Zoti ndonjëherë nuk flet me zë, por ai vendos një mendim në mendjen tënde që nuk mund ta injorosh. Dhe sa më shumë që përpiqesh ta largosh, aq më i fortë bëhet, sepse ka diçka që duhet ta kuptosh. Por nëse vazhdon ta injorosh, ai mund të ndalojë së ardhuri. Dhe kjo është ajo që duhet të të shqetësojë më shumë. Shenja e 7 është lodhja që nuk ka shpjegim. Jo lodhje fizike, por shpirtërore. Zgjohesh i lodhur, pa energji, pa motivim, edhe kur ke pushuar. Dhe nuk kupton pse. Por e vërteta është kjo. Kur je në rrugën e gabuar, shpirti yt e ndjen. Ai përpiqet të të ndalojë, të jap një sinjal, të tregojë se diçka nuk është në rregull. Por ne shpesh e injorojmë këtë ndjesi. E mbulojmë me rutina, me shpërqendrime, me zhurmë. Derisa një ditë, ajo bëhet më e rëndë, më e fortë, më e pamundur për t'u injoruar. Dhe atëherë, kupton se nuk ishte thjesht lodhje, ishte një paralajmërim. Sheja e 8 është një mundësi që shfaqet papritur, në momentin që nuk e prisje. Një derë që hapet, një ofertë, një ide, një rrugë që nuk e kishe menduar kur më parë. Dhe në atë moment, ndjen diçka të fortë brenda teje. Por pastaj vjen frika. Po sikur të mos funksionoj, po sikur të gaboj. Dhe shumë njerëz ndalen pikërisht aty. Por ja e vërteta. Jo çdo mundësi është rastësi. Disa janë përgjigje. Zoti nuk të jep gjithmonë atë që kërkon, por të jep atë që të duhet në momentin e duhur. Dhe nëse heziton shumë gjatë, mund ta humbasësh. Shenja e 9 është një paralajmërim i heshtur, një ndjesi që diçka nuk është në rregull. Nuk ka prova, nuk ka fakte, por thellë brenda teje, diçka të thotë të ndalesh. Shumë njerëz e injorojnë këtë ndjesi. Ata vazhdojnë përpara dhe më pas pyesin veten pse gjithçka shkoi keq. Por e vërteta është kjo. Ata e ndjen, por nuk e dëgjuan. Zoti të paralajmëron para se të ndodhë diçka, por ai nuk të detyron. Zgjedhja është gjithmonë e jotja. Dhe ndonjëherë, një vendim i vetëm mund të ndryshojë gjithçka. Dhe tani, shenja e fundit, më e forta nga të gjitha. Fakti që ti je ende këtu, duke dëgjuar këtë mesazh deri në fund, kjo nuk është rastësi. Nga të gjitha videot që mund të shikoje, nga të gjitha gjërat që mund të bëje sot, ti je këtu, duke dëgjuar këtë, duke ndjer këtë. Dhe kjo do të thotë vetëm një gjë. Një mesazh ishte për ty. Ndoshta një nga këto shenja që dëgjove sot është pikërisht ajo që ke përjetuar kohët e fundit. Ndoshta e ke injoruar, ndoshta ke pasur dyshime, por tani nuk mund të thuash më se nuk e dije, sepse ndonjëherë shansi i dytë nuk vjen.